Kombëtarja shqiptare do të luajë në transfert përballë Anglisë ndeshjen e parë kualifikuese të botërorit 2026. Sfida që do të zhvillohet në stadiumin Wembley nis në orën 20:45, edhe pse është një ndeshje tepër delikate, optimizmi nuk mungon të Shqipëria. Ndërkohë që i gjithë besimi është te reparti i sulmit, pasi do ta kenë ata rolin kryesor në shënimin e golave. Dhe pikërisht kjo gjë ngjall shpresa duke parë edhe statistikat e sulmuesve shqiptar gjatë këtij sezoni. Myrto Uzuni është krenaria e sulmit pasi deri më tani ka shënuar 14 gola. Pas tij vjen me 12 gola Yasir Asani, ndërsa Rej Manaj ka shënuar 8 të tillë. Ernest Muçi vjen pas lushnjarit me sulmuesin e Beshiktashit që ka gjetur 6 herë rrugën e rrjetës, ndërkohë që Armando Broja edhe për shkak dëmtimi gjatë këtij sezoni nuk ka shënuar asnjë gol. Megjithatë, të ylli shqiptar i Evertonit ka ende shumë pritshmëri, sidomos në përballjen ndaj tre luanëve.